Në qytetin e Fushkruajës është zhvilluar një takim me intelektualë të zonës për promovimin e librit Të jesh njeri i vërtet. Titull ky që shënon dhe librin e 7 të botuar nga autori Mehmet Deliu. Pjesëmarrësit kanë vlerësuar sjelljen e librit në pasyrimin njësor dhe konceptimin e tij. Mes diskutuesve, shkrimtari i njohur Viron Kona ka vënë theksin tek paraqitja në libër e vërtetësisë së njeriut, po ashtu edhe diskutantët e tjerë. Me kompetencë shkrimore dhe shkencore, autori përshkruan evolucionin e njeriut, duke dhënë shpjegime, opinione dhe komente pince. Letruesi merr një informacion shtërrues rreth shpjegimit shkencor të evolucionit dhe ardhjes së njeriut deri në ditën e sotme. Qenjet njerëzore, shkruan autori, i përkasin gjinisë Homo sapiens, njeri i mençur, që dallohen nga të gjithë qenjet e tjera për aftësinë e tyre për arsyetuar. Trajton metamorfozën evolucioniste të qenies njerëzore nga lindja dhe deri sot. Duke nisur nga fakti se qytetërimi gjithmonë ka qenë i shqetësuar dhe ka kërkuar të njohë dhe të kuptojë veten. Dhe pyetja çfarë do të thotë të jesh njeri, ka qenë një nga pyetjet më të thella dhe më të rëndësishme të historisë së mendimit njerëzor. Çdo epokë është përballur me sfida dhe kriza morale, sikurse janë lutra, padrejtësi, diskriminimi, abuzimi me pushtetin, që tregojnë se të jesh njeri nuk është vetëm fakt biologjik, por detyrë morale dhe ndërgjegjshme. Ky libër është një farë mënyre për treguar se asyra e shpirtit filozofisë së tij është gjithmonë gjallë për jetën. Në të njëjtën kohë, libri është një ftesë të secili prej nesh, që jo vetëm të dëgjojmë dhe të kuptojmë, të reflektojmë, të aplikojmë dhe të manifestojmë në jetën tonë këto vlera të mëdha njerëzore. Pjesëmarrësit i përshëndeti edhe autori Deliu, i cili tha: Unë nuk do të përsëris pa ato që u thanë, ata që kanë interes për më shumë, do ta lexojnë librin dhe mund bëjnë edhe vrejtje edhe rekomandime dhe ide të reja që ja vlen në shkollë. Por pas të zgjatur më, ndjehem mirënjohës të gjithëve që keni marrë pjesë dhe i uroj gjithë mirë në familjen tuaj edhe u takosh gjithmonë për aktivitetet që shërbejnë e kanë interes. Mehmet Deliu ka në proces krijimi edhe vepra të tjera me temë përvojë njësore.